Për t'i paraprirë parandalimit të zjarreve dhe ndërhyrjes në kohë në raste të tilla, kryetari i Bashkisë Mat Altin Bojni thirrri në një takim shtabin lokal të mbrojtjes civile që përbohet nga përfaqësues të drejtorive në varësi të Bashkisë Mat, administratorë të njësive administrative, në prefekti Mati dhe përfaqësues të forcave të armatosura. Në fjalën e tij, kryebashkiaku Bojni tha se në këtë fazë është shumë e rëndësishme parandalimi i zjarreve, por edhe nëse ato shkaktohen, duhet ndërhyrë menjëherë për të mos lejuar që dëmet të jenë të mëdha. Këtë tjetër sot e kemi bërë për të arsye se tani vazhdojmë tutemi në sezonin veror, vazhdo koha edhe temperaturat rritet më shumë, të morrim masat për sa i përket stinës së verës. Stina e verës është një shtinë shumë e vështirë për sa i përket zjarreve. Duhet që të bëjmë thirrje të gjithë atyre banorëve, nëpërmjet administratorëve, edhe të gjithë atyre personave që janë në terren, qoftë nëpërmjet policisë me inspektorët që kemi të rëtyjeve, që të bëjmë kujdes. Drejtori i Mbrojtjes Civile pranë Bashkisë Mat Nezir Sinani bëri një rezume të situatës së zjarreve të vitit të kaluar. Drejtori i Bashkisë është përballur me një numër konsideruar të zjarresh, të cilët kanë prekur fonin ujor, kullësor, sipërfaqe me ferro, shkure, banesa, si dhe zona të tjera me mbetje urbane. Temperaturat e larta të sezonit veror, tatësira e zgjatur, erat e forta për disa perioda si dhe faktorë të ndryshëm njerëzor kanë ndikuar në rritjen e nivelit të rrezikut nga zjarri në territorin e bashkisë. Nga të dhënat administruara, gjatë vitit 2025 janë koordinatuar 17 raste zjarresh në pyje, 8 raste zjarresh në banesa, 20 raste zjarresh në ferra dhe shkura, si dhe 11 zjarre në mbeturina. Zjarret e regjistruar kanë krijuar rrezik për jetën e personave qytetarë, për sistemin meteorolog, biodiversitetin, podlotat, sipërfaqen ujore dhe infrastrukturën lokale. Në disa raste, ndërhyrja në kohë e strukturave fikse të bashkisë, forcat e tjera të emergjencës civile, punojësit e shërbimit ujor dhe banorët e zonave të prekura ka bërë të mund izolimin dhe rrezimin e lëndave. Ndërkohë, komandanti i regjimentit të Kombësërisë Burrel Eduard Përlesha tha se mbështetja nga forcat armatosura do të jetë e pakurrësyer. Nga mësimet e nxjerra në këto angazhime, unë desha të cek informimin e shpejt në rast të rënies zjarrit, pasi në të gjithë të dimë që në momentin që konstatohet rënia e zjarrit, është më lehtë që ta fikim në atë moment se sa ta angazhojmë gjithë kapacitetet pastaj në avancimin e tij. Për sa i përket kapaciteteve që kemi ne kryetar dhe juve pjesëmarrës, janë të gjitha kapacitetet deklaruar në planin kombëtar të emergjencës civile janë në gatishmëri të plotë, duke përfshirë këtu edhe zjarr fikse, planimet speciale. Shqyrëzohet jemi në rritje të kapaciteteve njerëzore dhe kemi po vazhdon në vazhdimsi. Në kuadër të këtyre kapaciteteve ne kemi pasur bashkëpunime për rritjen e aftësive profesionale në këto angazhime dhe mendoj që jemi të gatshëm absolutisht për të mbështetur juve si struktura, por edhe për të zbatuar misionin tonë që kemi në mbështetje të popullatës civile. Nën prefekti i Matit Hasan Pasha në fjalën e tij tha se strukturat duhet të vazhdojnë të jenë vigjilente për të mos lejuar që zjarret të shkaktojnë dëm në ekosistemet tona. Kam një vlerësim maksimal edhe për tekniqarët e Tivrës, e ka thënë në mbledhjen zyrtare që Bashkia Mat është avagar, është ndër bashkitë më të mira në rajon për sa i përket parandalimit dhe përballëzimit të situatave emergjente së mos nga zjarri. Them që ne këtë ritëm do ta mbajmë, për më shumë rëndësishme, siç e tha dhe komandanti, reagimi në kohë dhe i shpejt. Një të ishte parandalimi, nëse ndodh zjarri, kohë reale e gjithë struktura jonë, zjarr fikse, policia, ushtria, gjithë me radhë, ta angazhojnë maksimalisht dhe forcat vullnetare, që ne mos kemi dëme sepse pyet ka një zhvillim të rrotshëm dhe gjatë pozitiv dhe në rajonin tonë është një gjë e mrekullueshme. Dhe tjetra, një bashkëpunim sa më mirë, siç ka ndodhur, të ndodhë vazhdimisht, të rritet përgjegjësia dhe ne jemi në ritme në lehtësinë e